Besimtarët Bektashi në mbar botën festuan të dielën Sultan Nevruzin, e cila përkon me ditëlindjen e Imam Aliut dhe ardhjen e pranverës. Në të gjitha zonat ku ka besimtar Bektashin, u mbajtën ceremoni gjatë së dielës në nderim dhe respekt të Imam Aliut. Edhe në zonat e ndryshme të Bugjisës u zhvilluan ceremoni në nderim të kësaj dite. Besimtarët u mblodhën pranë teqeve për të kryer ritet e kësaj feste. Edhe në teqen e Martaneshit në Ballin u zhvilluan ceremonia e nderimit të Imam Aliut në ditën e Sultan Nevruzit. Dhjetra besimtarë mblodhën pranë teqes dhe ndoqën predikimin antar shpirtëror të kryegjyshatës botërore Kristian Muça. Do Xhanalina, kushe do Xhanalina, fiton gazin kënaqësina, ndaje du, lutje bëj papushu, se jam djege për vëllu. Një urim të veçantë në rastin e kësaj feste e bëri antari shpirtëror i kryegjyshatës botërore Kristian Muça. Sot është një ditë e bekuar, është dita e Sultan Nevruzit, që përkon me lindjen e Imam Aliut dhe fillimin e pranverës. Kjo është një ditë që festohet çdo vit në datën 22 mars. Zoti na dhon të paqe, dashuri dhe mirësi në këtë ditë shenjtë. Urimi im për gjithë besimtarët në zonën e Martaneshit, zonën e Dibrës, por edhe gjithë Shqipërisë, gëzuar këtë ditë shënuar të Imam Aliut, ai na qoftë ndihmë në këto kohë të vështira që po përjetojmë. Dhe Zoti na dhon paqe, dashuri dhe harmoni në familjet tona. Fjala Nevruzit vjen nga përsishtja dhe do të thotë ditë e re, ndërsa Sultan është titulli i lartë që tregon rëndësinë e kësaj dite. Festa e Sultan Nevruzit ka mbërritur në vizë shqiptare së bashku me besimin bektashian në shekujt 15 dhe 16. Në Shqipëri dita e Nevruzit, festa më e rëndësishme e bektashizmit, u dekretua si festë kombëtare në vitin 1996. Ajo personifikohet me ditëlindjen e Imam Aliut dhe ardhjen e pranverës.